TikToku. A mu qa po bën? Qa të bëjmë. Po që kjo më? Qa është kjo? Po shime që kam po silikoni prap bloku këtu gjithë vrimat e cilindri me silikon. Ama janë normal të se janë normal e burë. Po që kjo punë këshu më vla? Nuk ka guarnicionin 2 një për Majestic. Po mima se qa doni me thoni që është motori Kollës Skënderbeut këtë duhet me bo kështu me silikonë? Dhe nëzëjet motori ka tila probleme? Po janë normale këtë gjonë kështu? Edhe këto lloj guarnicion është bëhemi serioz. Këto lloj guarnicion është për këto lloj motori, pavarësisht se është një motor i vjetër, kanë një kosto tepër modeste. Ndërkohë që të hapësh këtë motor, ti bësh fashu piston, ti bësh shërbimet kapitale dhe ta bësh guarnicionin me silikon, kjo është diçka tepër e papranueshme. Nuk jam absolutisht dakord me të tilla nivele servisi. Jemi vitin 2025, thirrni menes. Faleminderit.